Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të tregoj se si mund të magnetizoni kaçavidat që janë të pamagnetizuara, që nuk kanë magnet domethënë. Si pune kësaj? Okay. Kjo kapa. Për këtë do na duhet një magnet. I çfarëdosh. Magneta mund të gjeni nëpër ato portlandet e stereofonikove. Ka edhe në vende të tjera. Tani për të magnetizuar kaçavidën, e fërkojmë lart tek magneti. Shikojmë. Shikojmë. Si e drejt. Me 3 herë dhe kaluar. Okay. Edhe është edhe me lef për të mbrojtur videon. Fjala vjen këtu. Me i dorë, ja. Dhe që ka pak, dhe s'ka fare me them. E një gërje. Kjo metodë ju lëson shumë në punë tuaj. Lëson jashtë masë. Kjo është për mos të përdorë, mos të blerë fjala vjen profesionale. Kjo ime është profesionale. Edhe ka mundësi që ose do t'i vem një maj kaçavide këto. Ose t'i blejmë një maj kaçavide. E qojmë lartë që edhe kjo nuk bje. Nëse kjo tjetra, edhe kjo është profesionale edhe që. Të janë profesionale, po janë të shtrenjta. Ndërsa këtë metodë mund të bëni sa herë që të filloni për shembull punën, dhe shikoni që kaçavida nuk ka magnet, ja fërkoni 3-4 herë, dhe ja do ndaj për shumë kohë. Këtë që tjetra pashu, dhe që mba një vetë.
Edhe kjo e vogla. Mund të bëjmë të njëjtën gjë. Kjo do të ndihmoj shumë në punën tuaj. Nëse do të bëni këtë metodë. Ka dhe metoda tjera që bëhet me anë korrentit. Mund t'i vesh tel këtu. Do të takosh në një bateri filavja. 12 volt. Mund të bëhet edhe ashtu. Po kjo është metoda më e lehtë pa rrezikuar në gjë. Më rregull. Mirë, kjo ishte videoa. Ju falenderoj për shikimin. Edhe miru pafshim në video tjetër. Vitën e radhës. Uroj gjithë të mirat, qofshi mirë. Miru pafshim.